tani do të diskutojmë për tregun e punës e konkretisht do të ndalemi tek fakti që gjatë muajit janar, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka zhvilluar 667 inspektime në subjekte të ndryshme për të verifikuar zbatimin e legjislacionit të punës dhe mbrojtjen e të drejtave të punonjësve. Janë kontrolluar 12.769 vende pune dhe janë kryer 130 inspektime këshilluese me fokus parandalimin e shkeljeve dhe përmirësimin e sigurisë në punë. Nga kontrollet, edhe kjo patjetër është pika ku ne do të ndalemi dhe për të cilën kemi interes, është se janë konstatuar shkelje për cilat janë vendosur 445 masa administrative, kryesisht për probleme që lidhen me formalizimin e marrëdhënieve të punës, kontratat dhe standardet e sigurisë. Kështu që këto janë ende sot e kësaj dite probleme të mëdha. Fliten, diskutohen prej vitesh, ama vazhdojnë të jenë prezente në tregun e punës. Ne u ndalim vetëm tek statistikat e shifrat e muajit janar të këtij viti, megjithatë, nëse do të ndaleshim një vit më parë, shifrat janë dhe flasin akoma edhe për më shumë raste të shkeljeve. Do të diskutojmë lidhur me gjithçka me ekspertin e punësimit, Erion Muça, kam një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Zoti Muça, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së pari, si shihni këto shifra dhe ajo çfarë do doja ta bashkangjisja si pyetje është se a janë shkeljet në punë një fenomen sporadik apo një problem strukturor i tregut punës? Elementet e inspektimit apo rritjes së intensitetit të tij për të zgjeruar bazën e subjekteve që inspektohen apo dhe mekanizmat që ndiqen për ndërgjegjësimin, këshillimin dhe rekomandimin për përmirësime të mundshme janë me shumë vlerë, po të shohim krahasimisht shifrat e muajit janar, ne shohim që numri i subjekteve apo numri i vendeve të punës të kontrolluar brenda një muaji është shumë i lartë se çdo muaj paraardhës, çfarë nuk kupton që është marrë situata me shumë seriozitet, janë ndërmarrë masat ashtu siç duhet, por duhet të kuptojmë një gjë që është praktikisht e pamundur që me disproporcionin mes numrit të inspektorëve që ka inspektoriati dhe numrit subjekteve që ne kemi në Shqipëri apo atyre që janë objekt i shkeljeve është shumë shproporcional, çfarë nuk kupton, kërkohet apo duhet bëhet dhe ka filluar të bëhet në dijenin time dhe 2 apo 1 vit e gjysmë më parë, një kontroll shumë inteligjent për të identifikuar përmes deklarimeve apo të dhënave që kanë dhe tatimet, ato diferencat caktuar në subjekte që bëjnë në deklarim apo mund të jenë objekt i fshehjes së deklarimeve të rregulla të punonjësve, me qëllim që të mund të identifikohen në mënyrë inteligjente ato subjekte që realisht bëjnë shkelje. Nuk dua të flas për pjesën a kanë qenë sporadike apo janë të shpeshta shkeljet në të kontratës punës apo të marrëdhënies punës. Unë mendoj dhe gjykoj që ky është një problem që nuk është një çështje e një mase që ndërmerr apo që çështje e një subjekti për të qenë në rregull me punonjësin e vet në radh parë, pastaj karshi shtetit, për mua është një çështje e mentalitetit dhe mundësisë se si është shpart të bërë biznes ndër vite në Shqipëri, jo për të gjithë subjektet, por për një pjesë të tyre që ende sot e sheh mos deklarimin e drejtë dhe korrekt të punonjësit si një formë për të reduktuar kostot apo si një mënyrë për të fituar më shumë në kurrizë të punonjësit, si komponent apo element biznesi nga i cili mund të ketë fitime. Pra, për mua është çështje mundësie ky element dhe pikërisht diferenca është e tillë. Ato kompani të cilat respektojnë marrëdhënien e punës me punonjësin, respektojnë kontratën e punës me të, i deklarojnë të gjithë në rregull pagat dhe sigurimet e punonjësit, ka një vlerësim më ndryshe nga ana e punonjësit për sa i përket seriozitetit në cilën ai trajtohet pranë kompanisë. E kundërta ndodh në ato subjekte apo biznese ku punonjësi nuk trajtohet mirë, kur nuk i deklarohet paga e plotë, kur punonjësi trajtohet si nevojtar dhe ka nevojë për atë punë dhe biznesi e shfrytëzon këtë nevojë
të këtij punojësi, atëherë pikërisht këto biznese krijojnë një përsetim shumë negativ në marrëdhënien me punojësin e tyre, dhe Kunami keq shpërndahet tek 100 vet, ndryshe nga i miri që shpërndahet në 10 vet, dhe pikërisht këto subjekte janë ato që në një mënyrë apo në një tjetër janë objekt në mënyrë të vazhdueshme dhe të inspektimeve dhe kontrolleve të vazhdueshme të shtetit. Megjithatë, Shqipëria ende është një treg, të paktën në tregun e punës, që nuk ka një konkurrencë të rregullt lidhur me marrëdhënien e punës, se në çdo vend tjetër të botës, nëse ti ke fshehje të ardhurës, po nuk deklaron pagën e dur të punojësit, është vetë punojësi ai që rebelohet, vetë punojësi që guxon të ndjek çdo lloj hallge dhe instance për të marrë dhe kërkuar të drejtën e vet. Në Shqipëri, shkalla e penalitetit dhe ndëshkimit është e ulët, rrjedhimisht duke qenë e ulët, më tepër subjektet e shohin si një formë reagimi për të bërë të kundërtën e tyre, sepse gjoba që marrin nuk i pengon të vazhdojnë më tej këto shkrimje duke klasifikuar parëndësishme. Një pyetje, sepse vërtet është gjë shumë e mirë që po kryen inspektime, është gjë shumë e mirë që këto shkelje po marrin masa administrative, pa është kjo mjaftueshëm e nga ana tjetër, a ka gjasa që këto biznese pasi të paguajnë këtë masë administrative, pasi të shlyejnë detyrimet që kanë ndaj faktit që janë gjetur në një shkelje, ti rikthehen edhe një herë përsëritjes së të njëjtës sjellje me punonjësit, duke qenë se duket sikur në disa industri për një shkak apo për një tjetër, po unë do përmendja nevojën si shkakun kryesor, duket sikur njerëzit bëjnë paqe dhe e pranojnë si kanë një tolerancë sociale ndaj informalitetit edhe ndaj punësimit në të zezë, pa kontrata, pa siguracione, e gjëra të tjera të cilat duket se janë ato që në fakt janë vënë re edhe gjatë këtyre inspektimeve. Kompromiset për të marrë pagën në dorë apo të pa deklaruar në mënyrë të plotë janë kompromise që historikisht punojësit i kanë bërë në Shqipëri, dhe pavarësisht se kjo gjë është e gabuar, nevoja bën e të padur një rrogë në fund muajit dhe një të ardhur për të siguruar jetesën të shumë të domosdoshme që ky kompromis të bëhet apo të vijojë dhe të vazhdojë të bëhet. Keni parasysh diçka, që ajo çfarë unë nuk kuptoj është çështje mentaliteti dhe filozofie e sipërmarrjes apo subjekteve. Dua të them që një subjekt që bën një shkelje të tillë e përsërit atë në gjitha rastet kur masa e ndëshkimit është e ulët. Kjo sepse është pjesë e mendësisë që sipërmarrja ka shi punojësit vet apo ka shi mënyrave që gjejmë për të arritur të ul apo të amortizoj dhe kostot që ka apo pamundësitë për të padur fitime të tjera në hapësira të tjera të biznesit, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër e kushtozon që këtë ta kthej në mod këtë elementin e fshehjes të ardhur apo mosdeklarimit të plotë, dhe ta ketë si proces bazik pune dhe të konsoliduar pune që e përsërit sa herë që t'i jepet mundësia. Unë mendoj që tani më Shqipëria ka arritur pjekurinë e vet në tregun e punës, shumë punonjës ka mësuar më shumë dhe nga përvojat me cilat janë përballur për të kërkuar dhe gjetur ato sipërmarrje dhe kompani të cilat u mundsojnë një deklarim plot të pagës apo një mundësi reale zhvillimit brendshëm edhe profesional nëse nuk ishin mundur ai në karrierë. Dhe kjo gjë në një mënyrë apo në tjetër duhet të jetë objekt filtri në procesin e kërkimit dhe gjetjes punës për çdo punojës, pasi sot një sipërmarrje për nga mënyra si trajton punojësit, për nga forma që ndjek për të respektuar kontratën e punës, nga deklarimi plot i pagës, nga marrëdhënia sociale njerëzore për krah punojësit, ka PR-in dhe marketingun më të mirë të vetes në tregun e sektorit ku operon, sepse janë vetë punojësit ata që bëjnë marketingun më të mirë nëse ti i trajton mirë. Nga ana tjetër, këta punojës që duhet trajtohen mirë, duhet të përballen me një sistem monitorimi dhe kontrolli, që gjithë të mbështetje që marrin nga subjekti ta kthejnë në më shumë punë,
ta kthejmë në më shumë predispozit dhe më shumë produktivitet dhe eficiencë për dhe rezultate në punën e tyre, që në mënyrë apo në tjetër të kompensojnë sipërmarrjen për mënyrën si ajo i trajton. Në rastin më të vogël të neglizhencës ka ana e këtyre punonjësve që trajtohen mirë, atëherë dhe sipërmarrja do të marrë masa dëshmuese deri në ndërprerjen e kontratës së punës sipas procedurave dhe rregullave ligjore, pasi i ka ofruar të gjithë mbështetjen dhe nga kjo mbështetje është abuzuar dhe punonjësi ka shpërdoruar besimin dhe mbështetjen e dhënë në këtë rast. Zoti Moçaj, një pyetje, cilët janë sektorët ku sot problematikat janë më të mëdha, në base sepse është më e thjeshtë të jenë prezente këto problematika, të tolerohen edhe këta punonjës informal të cilët, siç edhe ju e përmendët, mund të pranojnë për shkak të mentalitetit, për shkak nevojës për para apo 1000 arsye të tjera, po do doja të dija se cilët janë këto sektorë më problematik të tregut punës aktualisht në Shqipëri. Nëse do i referohemi statistikave dhe të dhënave zyrtare, ne ende kemi në pole position të informalitetit punë në sektorin e bujqësisë, i cili është totalisht i paformalizuar dhe rreth 49 apo 50% e punonjësve në këtë sektor janë dhe punojnë në informalitet. Sigurisht sektori i bareve dhe restoranteve ka të njëjtën problematik, vazhdon më pas me sektorët e ndërtimit, turizmit, të cilët shërbimeve në tërësi, të cilët në mënyrë apo në tjetër kanë element të informalitetit, po dua të theksoj dhe përsëris se jo çdo sipërmarrje operon në informalitet dhe në këtë rast ka shumë sipërmarrje që respektojnë në mënyrë si duhet marrëdhënien me punonjësin dhe çdo respektim i marrëdhënies mes punonjësit është në nivel sipërmarrje individual, pavarësisht sektorit ku ajo operon, por duke qenë se një pjesë prej sipërmarrjeve operojnë në informalitet pune, digjen dhe të tjerat ata që punojnë në mënyrë serioze dhe shumë korrekte. Megjithatë, treguesit apo trendet e informalitetit në Shqipëri kanë rënë, janë shumë pozicione apo profile të reja pune që po formalizohen jo vetëm për efekt të inspektimit dhe kontrollit, po për efekt të mundësisë që ka një sipërmarrje përmes formalizimit të rritet dhe të zhvillohet dhe në tregje rajonale dhe tregje ndërkombëtare, ashtu si kundër ne kemi qenë prezent në ligjet e reja që kanë bërë për rregullimin dhe formalizimin e punës të influencerëve të rrjeteve sociale, të atyre që punojnë në platformat online, me qëllim që ata të kenë mundësi që të marrin më shumë punë nga vendet europiane, të mund të kenë një mënyrë dhe marrëdhënie të rregull pune me klientët dhe partnerët e tyre, dhe kjo gjë po i kushtozon në një mënyrë apo një tjetër dhe si rrjedhoi nevojës për të patur më shumë punë dispozicion të ardhmen, që shumë prej këtyre subjekteve apo individëve që punojnë si freelancer të mund të formalizojnë vetveten dhe të operojnë në mënyrë të rregullt, duke çelëduar në hapat e para dhe pak në të ardhurat dhe fitimet e tyre të mëparshme, gjë që në një mënyrë apo në tjetër mund të klasifikohet si shumë normale, pasi kjo gjë bëhet jo vetëm dobi të shtetit që i arkton më shumë tarë, por dobi të mundësive më të mëdha për të kërkuar dhe gjetur hapësira të reja për të bërë biznes, se kur je biznes i rregullt dhe korrekt, ke mundësi të drejtohesh gjithë botës. Kur nuk je dhe ofron shërbimin tënd dhe pagën që merr në formën e remitancave në llogaritë bankare dhe s'ke mënyra për ta deklaruar se nga të vjen ajo e ardhur, atëherë vihesh dhe në siklet, por edhe ke pamundësi reale për të treguar seriozitetin e duhur përballë klientit apo partnerit tënd më pas.
Unë në fakt, po ky është perceptim personal, ndoshta mund ma konfirmoni, ta pohoni ose ta mohoni në këtë rast, por mua më duket sikur edhe fakti që ne përjetuam këtë mungesën e fuqisë punëtore, filluam të mbushnim disa pozicione me shtetas të huaj të cilët vinë për të punuar në Shqipëri, sikur na kanë dërgjegjësuar paksa. Pra, nëse ti punson një shtetas që vjen nga Filipine, duhet patjetër që të kesh një kontratë me të, duhet patjetër që të kesh siguracionet edhe gjithçka tjetër që duhet dhe është e nevojshme. Dhe kjo duket sikur ka sjell një lloj ndërgjegjësimi të disa biznese në Shqipëri. Mbas është perceptimi imi, po pres një koment nga ju. Nevoja për punonjës në industri të caktuar, kryesisht për punë thjeshta deri në nivel specializimi apo zanatësh, ka qenë shumë e madhe dhe duke qenë kaq e madhe, pamundësia e shumë subjekteve për të mbushur këtë nevojë i ka detyruar ata të drejtohen rregull ndërkombëtar për të afruar punonjës të huaj. Megjithatë, në llogaritë e bëra nga ana e këtyre subjekteve, u ka rezultuar që një punonjës i huaj ka të paktën 40 deri në 50% më shumë kosto se një punonjës vendas. Dhe në këto kushte, shumë supermarkete shqiptare i kanë rritur pak rrogun punonjësve që kanë me qëllim që t'i mbajnë dhe kanë ofruar një rrogë më të lartë për punonjësit e ri me qëllim që t'i afrojnë, duke bërë dhe llogarit ashtu siç duhet që një punonjës i huaj kushton më shumë, pavarësisht se ka dhe aty teknikalitete apo mekanizma për të klasifikuar punonjësit që vinë nga Filipinet, që mund të kenë një pagë më të ulët, ata që vinë nga Bangladeshi po ashtu, ata që vinë nga Tajlanda apo nga vende disi më të zhvilluara që kërkojnë një pagë më të lartë, por nuk është vetëm paga, janë gjithë shpenzimet e tjera që një subjekt duhet të ndërmarrë. Së pari është kërkesa dhe marrëdhënia me agjencinë, që do të sjellë që ka një komision dhe një kosto të caktuar që e mban agjencia, kosto të plotësimit të dokumentacionit dhe lejës qëndrimit në Shqipëri për punonjësit, akomodimi, ushqimi, fjetja e çdo gjë tjetër, kontrolli në mënyrë të vazhdueshme që mos i largohen, sepse shumë prej tyre e klasifikojnë Shqipërinë si trampolin për të kaluar drejt vendeve të BE-s, pra për mos stimuluar emigracionin e palishëm në këtë gjë. Pra janë një tërësi elementësh që një biznesi i përbëjnë kosto dhe shpenzim jo vetëm për pjesën financiare apo me efekte financiare, por dhe me efekte psikologjike, efekte institucionale apo efekte që kanë të bëjnë me element të menaxhimit dhe organizimit si duhet të një supermarket, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër shumë supermarkete nuk kanë pse ta ndërmarrin si hap, kur thjesht mund përmirësojnë disa procese të brendshme të trajtimit punonjësve, duke rishikuar fitimet e tyre dhe rishikuar pagat për punonjësit, duke bërë një rishpërndarje të lehtë të fitimeve të tyre në formën e bonuseve apo shpërblimeve për punonjësit, mund të arrijnë që të i kalojnë të gjithë pamundësitë që kanë patur drejt afrimit të punonjësve vendas sipas nevojave dhe hapësirave të vendeve të lira që kanë. Zoti Musa, unë falenderoj shumë për kohën edhe për bisedën dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë në vijim. Faleminderit ju, ditë të mbarë gjithashtu.